Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Pas hetimeve për abuzime me tendera të Mirlinda Karçanaj dhe dorëheqjen si drejtoresha e Autoritetit të Shërbimit të Shoqërisë së Informacionit AKSH, në krye të institucionit është emëruar Igli Taf, aktualisht drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike dhe koordinator kombëtar për sigurinë kibernetike. Dorëheqja e Karçanajt vjen pas vendimit të gjykatës së posaçme antikorrupsion për masat e sigurisë ndaj zyrtarëve të AKSH-it. Mirlinda Karçanaj, e cila është në krye të AKSH-it dhe dorëheqjen pas një periudhe hetimesh lidhur me abuzime të dyshuara në tendera. Përkohësisht, kompetenca e saj ishte deleguar Romina Kostani, drejtoreshe e drejtorisë së koordinimit të Agjencisë Digjitale dhe Projekteve e Gov me fondet e huaja. Vendimi i fundit për dorëheqje erdhi pak ditë pasi ndaj Karçanajt është caktuar masa e arrestit në shtëpi dhe pezullimi nga detyra nga gjykata e posaçme antikorrupsion në kuadër të hetimeve që përfshin gjithsej 8 zyrtar të AKSH. Në vend të saj, Igli Tafa mori drejtimin e AKSH-it duke e konsideruar figura të përshtatshme për këtë rol fal eksperiencës dhe formimit të tij. Tafa ka shërbyer që nga viti 2022 si drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike dhe koordinator kombëtar për sigurinë kibernetike, duke ndërtuar eksperiencë në fushën e sigurisë së informacionit dhe digitalizimit të shërbimeve publike. Kryeministri Edi Rama ka dalë në mbrojtje të punës së Karçanajt në krye të AKSH-it duke theksuar se institucioni ka qenë një krenari e qeverisë shqiptare dhe ka kursyer miliona euro për qytetarët shqiptar përmes digitalizimit të shërbimeve. Emrimi i Tafës pritet të vijojë reformimin e fuqizimit të rolit të AKSH-it në fushën e shërbimeve digjitale dhe sigurisë kibernetike. Ish deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula u emërua kryeinspektori i përgjithshëm nga kryeministri Edi Rama, duke kaluar nga roli kritikuesit të qeverisë në bashkëpunëtor në drejtimin e inspektimeve shtetërore. Kryeministri i sfidoi Sulën që shqetësimet e ngritura gjatë kohës së opozitës të marrin zgjidhje konkrete në praktikë. Në një ceremoni të zhvilluar këtë javë, Edi Rama prezantoi Dashnor Sulën si kryeinspektor të ri të përgjithshëm, duke theksuar sfidën e tij personale dhe institucionale. Kryeministri kujtoi të kaluarën e Sulës si kritik i opozitës dhe kërkoi që tani në rol të ri të konkretizojë ndryshimet për të përmirësuar sistemin e inspektimeve. Kjo është në një farë mënyrë edhe një lloj sfide personale, se dhe mua nuk më ka kursyer zotëria kur kam qenë në parlament. Tani ta shohim se si i bën gjërat për cilat nuk na ka lënë gjë pa thënë ne, që nuk i bënim ashtu si duhet. Nga ana e tij, Sula pranoi sfidën dhe shprehu respekt për vizionin e Ramës. Kam pranuar këtë sfidë sepse ju vlerësoj maksimalisht për vizionin që ju keni. Ndoshta është e pamundur dhe pa imagjinueshme që një demokrat për 20 vitesh politik në një llogore tjetër që ju e thatë me të drejtë kritikuar, gjuajtur me gur shtëpisë apo qeverisë tuaj, por diferenca qëndron në një moment të cilës shtelpsor dhe nuk kam turp ta them që aty ku un kam kontribuar, kam dhënë për 20 vite, kam fituar gara të pamagjinueshme, gjithmonë personale, po flasim, dhe garën e fundit që deli pari dhe të hedhi në rrugë tek qeveria jote, mora kurajen, mora guximin. Konkurova, dola i pari dhe vlerësohem. Ajo sfidë të cilat më keni vënë përpara, do ta përmbushim bashkë me të gjithë këto burra, këto gra dhe këto burra të nderuar dhe që do ju nderojmë në fund dhe ju garantojmë që inspektimi do të jetë model ashtu siç ju përmendet për doganat, për tatimet apo institucionet e tjera dhe ne do të jemi në nivelin e tyre dhe për këtë ju japim pa tepruar, po flasi burr fjalën e nderit. Rama foli gjithashtu për reformën e sistemit të inspektimeve duke përmendur ndërtimin e kompleksit të inspektoriatit përgjithshëm që do të bashkojë inspektoriate të ndryshme dhe struktura autonome në një trup të vetëm. Ai rënditi problematika që duhen adresuar si numri i lartë i inspektimeve dhe abuzimet ndaj sipërmarrjes. T'ja vëmë vetes detyrë dhe t'i bëjmë. Nuk bën sens që inspektoriatet mos kenë plane të punës dhe që inspektorët nga ai që e ka fushën e përgjegjësisë në mes Tiranës deri tek ai që e ka në një qytet vogël të mos kenë përpara planin e tyre të punës dhe të mos përgjigjen për planin e tyre të punës, por të dalin nga shtëpia si gjahtar që nisen në për drejtime të ndryshme për të kapur në gjë. Kjo nuk mund të jetë mënyra si funksionojnë inspektorët. Sipërmarrja lajmërohet, i parashtrohet programi
tematik i inspektimit dhe bëhet inspektimi. Ne qëllimi ynë nuk është i kapim gabim. Qëllimi ynë është i ndihmojmë që të vetë korrigjohen edhe kur janë gabim. Nuk mundet dot një sipërmarrje të harxojë një kohë pa limit për lloj-lloj inspektimesh që i vinte dera. Dhe sensi i kësaj reforme shkon në këtë drejtim që të gjithë janë pa diskutim të kontrollueshëm nga të gjithë, por nuk mundet dot të sulmohen me gjithë farë inspektimesh, por racionalizohet mënyra se si kryen inspektimet dhe racionalizohet koha dhe energjia që i kërkohet një sipërmarrje për të marrë me inspektorët. Numri katastrofik i inspektimeve që bëjmë ne është një numër shumë i lartë, ndërkohë që sistemi duhet bazohet tek inspektime që kanë të gjitha së bashku sensin e frikës që ruan vreshtin në kuptimin e mirë të fjalës dhe aty ku bën shembuj. Pra një shembull duhet vlej për shumë të tjerë që shikojnë se po shkele këtu, kjo sjell të pasojë, po jo inspektime në pafundësi. Ky emërim tregon një ndryshim të dukshëm nga kritika opozitare në përgjithësi ekzekutive, duke krijuar pritshmëri për një reformë të inspektimeve dhe përmirësim të kontrollit shtetëror mbi aktivitetin e bizneseve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se është izoluar nga partnerët ndërkombëtar dhe nuk do të marrë pjesë në konferencën e sigurisë në Munich. Berisha ironizoi gjithashtu lidhjen e Ramës me ish-deputetin dashnor Sula dhe paralajmëroi se opozita do të vazhdojë protestat kundër qeverisë. Sali Berisha reagoi me tone të kritike dhe ironike ndaj kryeministrit Edi Rama, duke pretenduar se ai është i ndëshkuar diplomatikisht dhe nuk mund të marrë pjesë në konferencën e sigurisë në Munich, një nga forumet më të rëndësishme vjetore të sigurisë në botë. Berisha tha se Rama kishte planifikuar gjithçka, por udhëtimi dhe pjesëmarrja e tij u anulua papritur. Edi Rama sot i kishte pronotuar hotele, saltanete dhe bëj gati komunikata të parafabrikuara na dërgonte nga konferenca më e rëndësishme vjetore e sigurisë në botë, që është konferenca e Munichut, nuk shkoi dot. Ai dhe ekipi i tij nuk u nis dot për Munich, anulloi. Pra në një hark kohor, 3 javor, në 2 aktivitetet më të rëndësishme, absolutisht më të rëndësishme të vitit, në forumin global të Davosit dhe në Davosin e sigurisë, që është konferenca e Munichut, dyrë të mbyllura për kryehajdutin e kombit shqiptar. Njoftim zyrtar nga Edi Rama, por nuk them se ekipi i dërguar mbeti i tromaksur, ndërsa në tovolinën gabimisht protokolli kishte vendosur edhe emrin e Edi Ramës se do ishte, por dikush u kujtua dhe shkoi dhe hoqi, edhe atë dhe Edi Rama nuk shkon dot në Munich. Kreu i Partisë Demokratike ironizoi edhe daljen e ish-deputetit dashnor Sula, krah kryeministrit, duke përdorur një shprehje popullore. Ekziston shprehja popullore puthu me milon, por kjo sot është puthu me dashin. Berisha paralajmëroi se opozita do të vijojë të mbrojë interesat e qytetarëve dhe do të zhvillojë protesta kundër qeverisë, duke konsideruar veten si mbrojtësi i çdo shqiptari të ndershëm. Ai përfundoi deklaratën me një mesazh ironik për ata që kritikojnë veprimet e tij. Ata të cilët sulmojnë Sali Berishën se po njollos sipas tyre Shqipërinë, u them puthuni me dashsulon, se Sali Berisha po mbron interesat e çdo shqiptari të ndershëm, e çdo adhetari që e don Shqipërinë, e çdo qytetari që shikon të ardhmen e tij në vendin e tij. Pas disa javësh bllokime të shkaktuara nga tensionet politike, mazhoranca dhe opozita rifilluan diskutimet për reformën zgjedhore. Përfaqësuesit e të dyja palëve shprehen gatishmëri për dialog dhe përfshirje të ekspertizës vendase dhe ndërkombëtare. Procesi do të mbështetet nga një grup prej 6 ekspertësh të përzgjedhur nga palët politike.
Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore është mbledhur sërish duke shënuar rifillimin e punës pas një periudhe ngërçi që pasoi përplasjet politike. Në takimin e parë për këtë vit, bashkëkryetari socialist Damian Gjiknuri theksoi se majoranca është e hapur për dialog dhe kompromis me opozitën. Me draftin paraprak, me qëllim që ne të kemi një produkt. Nuk do të thotë se do të jetë 100% i saktë. Produkti do të diskutohet mes partive politike, thash, me ekspertizë. Mund të shkojnë në Komisionin Evropian, se është një nga detyrat që na ka vënë Komisioni Evropian për ato që quhen interim benchmark, pra do të thotë që do të kemi dhe një review të tyre final dhe në fund ky draft do të jetë patjetër i dakorcuar, konsensual. Bashkëkryetari i opozitës, Oert Bylukbashi, paraqiti drejtimet kryesore të reformës së kodit zgjedhor duke nënvizuar rëndësinë e asistencës teknike nga partnerët ndërkombëtar. Të kërkojmë dhe zgjidhjen në lidhje me këto probleme duke marrë kontributin e partnerëve me ekspertizë ndërkombëtare dhe që na ka mbështetur rregullisht, siç është OSBE-ja dhe ODIHR në mënyrë të veçantë, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecia si Këshilli i Evropës, por sigurisht dhe Bashkimi Evropian, apo aktorë të tjerë me ekspertizë të cilët do të asistojnë, besoj, në mënyrë decizive procesin. Ndërkohë deputeti socialist Ulsi Manja me tone batute shprehoi dhe shumë besim tek ekspertiza vendase, duke lënë të kuptohet se përvoja shqiptare duhet të ketë rol parësor në hartimin e ndryshimeve ligjore. Madje do thosha që ti komisioni tani në nivel ekspertize nuk e di ç'mendojnë bashkëkryetarët, po do ishte mirë të kemi dhe ekspert nga OKB-ja ose Bordi i Paqes, se kupton, por unë kthehem prapë aty ku e nisa. Ja ku i kemi ekspertët, më të mirë se këta s'kemi ku i gjejmë. Shumë faleminderit për ata që do t'i bashkohen na japin asistencë dhe ndihmë. Thjesht ato gjëra që i themi për ditë në media, por dhe ato gjëra që i themi gjatë ditëve të votimit apo të numërimit, thjesht përkthehen kohë zgjedhor, zgjidhen edhe e ka kjo tryezë dorë këtë gjë. Palët rënë dakord që reforma të mbështetet nga 6 ekspertë, 3 të propozuar nga majoranca dhe 3 nga opozita, si përpjekje për balancë dhe përfaqësim të barabartë. Rifillimi i punës në komision shihet si një hap drejt uljes së tensioneve politike dhe arritjes një marrëveshje të gjerë me synim për të përmirësuar kuadrin ligjor të zgjedhjeve dhe për të rritur besimin e qytetarëve tek procesi demokratik. Prokuroria e Tiranës ka shpadur mos kompetencë dhe ja ka referuar çështjen e atentatit me 2 viktima në rinas prokurorisë së posaçme. Hetimet paraprake tregojnë se ngjarja dyshohet të jetë kryer nga një grup i strukturuar kriminal. Dosja tashmë do të nxdigjet nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Hetimet për atentatin e ndodhur në zonën e Irinasit që rronditi opinionin publik për shkak të rrezikshmërisë dhe ekzekutimit në mes të ditës ka kaluar tashmë në duart e SPAK-ut. Pas verifikimeve të kryera, Prokuroria e Tiranës arriti në përfundimin se çështja i kalon kompetencat e saj pasi ekzistojnë dyshime të forta se krimi është organizuar dhe realizuar nga një strukturë kriminale. Ngjarja e rëndur regjistruar në 11 nëntor 2025 pranë rreth rrotullimit të Rinasit në një orar me lëvizje të dendur, automjetesh dhe qytetarësh. Shënjës së sulmit ishte Gilman Dudani, i njohur si bashkëpunëtor i afërt të Emiliano Shullazit, i cili humbi jetën në vend si pasojë të shtonave marrë zjarri. Së bashku me të udhtonte edhe Muçi Shaliani, agenti i AMP-s i njohur ndryshe me Nofkon Sheqeri, i cili mbeti plagosur rënd dhe ndroi jetë 4 ditë më vonë në spital. Sipas të dhënave hetimore, 2 viktimat sapo kishin zbritur në aeroport dhe boltonin drejt Tiranës kur u zu në prit. Autorët hapën zjarr me armë automatike duke krijuar panikë dhe duke rrezikuar dhe jetën e kalimtarëve të rastësishëm. Për të siguruar për eliminimin e shënjestrës, sulmuesit u afruan automjetit dhe qëlluan nga një distancë më e afërt. Pas ekzekutimit, ata u larguan me shpejtësi në drejtim të fushkrujës ku dyshohet se dogjën mjetin e përdorur për krimin pranë fshatit Halil në përpjekje për të zhdukur gjurmët. Me kalimin e dosjes në SPAK, hetimet pritet të përqendrohen në identifikimin e autorëve, zbardhjen e motivit dhe lidhjen e mundshme me aktivitetin e grupit kriminal, duke e trajtuar çështjen si një episod të krimit të organizuar me rrezikshmëri të lartë. Ekspertiza e gjenetike ka sjellë zhvillimin vendimtar në hetimet e rastit të rënd në Pogradec, ku një 12 vjeçare rezultoi shtatzën. Analiza e DNS ka përputhur materialin biologjik me një 67 vjeçar i njohur i familjes së vajzës, i identifikuar si Rushan Selko. Autoritetet thanë se çështja po trajtohet me prioritet të lartë dhe me mbështetje të specializuar për të miturën.
Ekspertiza gjenetike ka sjellë zhvillim vendimtar në hetimin e rastit të rënë në Pogradec, ku një 12 vjeçare rezultoi shtatzan. Hetimet për ngjarjen që tronditën në opinionin publik kanë hyrë një fazë kyçe pas daljes së rezultateve laboratorike, të cilat sipas burimeve pranë grupit hetimor kanë konfirmuar përputhje të plotë të ADN-s mes mostrave të fetusit dhe personit të dyshuar. Ky zhvillim konsiderohet provë fort në funksion të dokumentimit të përgjegjësisë penale. E mitura ka dhënë dëshminë e saj në kushte të mbrojtura në prani të psikologut dhe specialistëve të shërbimit social. Ajo ka treguar se ishte përballur me presione dhe kërcënime për të mos folur rreth asaj që kishte ndodhur. Hetuesit po punojnë për të verifikuar çdo rrethan dhe për të sqaruar nëse ka patur elemente të tjerë që kanë ndikuar në fshehjen e ngjarjes. Ndërkohë, familjarët janë marrë disa herë në pyetje, ndërsa po grumbullohen prova shtesë për të ndërtuar dosjen e plot procedurale. Institucionet theksojnë se përveç hetimit penal, prioritet mbetet kujdesi shëndetësor dhe mbështetja psikologjike për vajzën, me qëllim minimizimin e pasojave emocionale. Rasti u bë publik në fund të dhjetorit, pasi kontrollet mjekësore konfirmuan shtatzanin, e cila në ato momente ishte në javën e 22. Që prej asaj kohe, prokuroria dhe policia kanë intensifikuar veprimet hetimore, duke e konsideruar çështjen si një nga më të ndjeshmet për shkak të moshës së të miturës dhe natyrës së rëndë të akuzave. Një 58 vjeçar u ndalua nga policia menjëherë pas një tentative grabitjeje në një filial banke në Tiranë. I dyshuar, identifikuar si Bardhyl Fusha, ka pohuar se kishte detyrime të shumta financiare ndaj punëtorëve të tij. Sipas tij, vështirësitë ekonomike shtyn të ndërmerrte një veprim të palishëm. 58 vjeçari i cili u ndalua nga policia menjëherë pas një tentative grabitjeje në një filial në bank është identifikuar si Bardhyl Fusha, i cili ka pohuar se kishte detyrime të shumta financiare ndaj punëtorëve. Ngjarja ndodhi gjatë orëve të paradites, ku 58 vjeçari me origjinë nga Gramshi dhe banues në kryeqytet u paraqit pranë një filiali bankar me automjetin e tij. Pasi parkoi mjetin, ai hyri në ambient të brendshme i armatosur duke tërhequr menjëherë vëmendjen e sistemit të sigurisë. Në momentin e hyrjes, sektori i materialeve sinjalizoi praninë e një objekti metalik, ndërsa roja private nuk ndodhej pranë derës. Sipas hetimeve paraprake, i dyshuari nxori nga çanta një armë automatike dhe qelloi një herë në dysheme për të friksuar stafin dhe klientët. Më pas, ai u drejtua arkës, nga ku arriti të marrë rreth 8 milion lekë të vjetra, përpara se të tentonte të largohej. Ndërhyrja e shpejtë e forcave të rëndit që ndodheshin pranë zonës bëri të mundur kapjen në dalje të bankës. Shuma e parave dhe arma e përdorur u sekuestruan si prova materiale. Gjatë marrjes në pyetje, 58 vjeçari ka deklaruar se kishte afro 70 milion lekë të vjetra borxhe të prapambetura ndaj punëtorëve, pasi më parë kishte ushtruar aktivitet në sektorin e ndërtimit. Ai ka pohuar se zgjodhi pikërisht këtë bank pasi e njihte nga vizitat e mëparshme për kryerjen e pagesave. Për armën e zjarrit ka pretenduar që e mbante që për vitit 97 në banesë. Policia ndërkohë po vijon hetimet për të verifikuar rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të parë nëse persona të tjerë mund të kenë qenë të përfshirë në planifikimin e grabitjes. Kontrollet e ushtruara nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kanë çuar në bllokimin e një sasie të madhe produktesh të dyshuara si të rrezikshme për konsumatorët. Inspektimet u kryen në një subjekt që tregtonte produkte me origjinë shtazore në tregun agroushqimor të Tiranës. Autoritetet njoftojnë se madhra do të asgjësohen dhe ndaj biznesit janë vendosur masa ndëshkuese financiare. Një aksion i befasishëm kontrolli i zhvilluar nga Inspektorati i Sigurisë Ushqimore zbuloi shkelje serioze në kushtet e ruajtjes dhe tregtimit të produkteve ushqimore. Ndërhyrja erdhi pas një sinjalizimi paraprak i cili ngriti dyshime për madhra jashtë standardeve higjieno-sanitare. Gjatë verifikimeve në magazina dhe ambientet tregtimi u evidentua një sasi e konsiderueshme djathi i mykur dhe me afat të tejkaluar përdorimi, që sipas autoriteteve ishte gati për të hedhur në treg. Po ashtu gjetën fruta të thata të importuara, të cilat ripaketoheshin në mënyrë të pasigurt, pa informacion të plotë mbi origjinën apo përmbajtjen, duke rrezikuar seriozisht shëndetin e konsumatorëve. Në total u sekuestruan rreth 200 kg djath kaçkavall dhe fruta të thata, si dhe afro 2.2 ton produkte të tjera pa etiketë ose me etiketa të parregullta, mes tyre edhe sadam dhe artikuj të tjerë me origjinë shtazore. Të gjitha këto produkte do të nënshtrohen procesit për asgjësim për të shmangur çdo mundësi shpërndarjeje në treg. Për shkeljet të konstatuara, institucioni vendosi 7 masa administrative dhe gjobaj që në total arrin 1.6 milion lekë, ndërsa paralajmërojnë se kontrollet do të vijojnë me intensitet të shtuar për të garantuar sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e qytetarëve.
Hecime të tjera informacione. Në Hakë po vazhdon dita e 5 e seancave përmbyllëse për gjykimin ndaj ish udhëheqësve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Mbrojtja e Recep Selimit ka kërkuar që ai të shpallet i pafajshëm duke e cilësuar dënimin e kërkuar prej 45 vitesh burg nga prokuroria si dënim të përjetshëm. Ndërkohë, prokuroria ka kërkuar dënimin e 4 ish krerëve me 180 vite burg në total, duke përfshirë Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin. Të premte mbrojtja e Recep Selimit ka mbajtur fjalën e saj përmbyllëse duke argumentuar se provat e prokurorisë specializuare janë të kontradiktore dhe nuk tregojnë përfshirjen e drejtpërdrejtë të Selimit në krime lufte. Avokatët e tij theksuan se përgjegjësia dhe njohuria e ish-deputetit Kuvendit të Kosovës për veprimet e UÇK-s ishte e kufizuar dhe çdo akuzë duhet të trajtohet me kujdes. Sipas mbrojtjes, kërkesa për 45 vjet burg për Selimin do të përbënte një dënim të përjetshëm, i papërshtatshëm dhe i jashtëligjshëm. Në të njëjtën ditë, mbrojtja e Jakub Krasniqit, ish-kryetarit Kuvendit Kosovës, nisi fjalën përfundimtare duke paraqitur argumentet për pafajësinë e tij. Zyra e prokurorit të specializuar nga ana tjetër ka kërkuar dënimin e 4 ish-krerëve me 180 vite burg në total për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, duke e konsideruar përfshirjen e tyre të drejtpërdrejtë në aktivitetet kriminale të UÇK-s gjatë luftës në Kosovë. Gjykimi, i cili ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare, po zhvillohet në një atmosferë të tensionuar, ndërsa përfaqësuesit e mbrojtjes dhe prokuroria prezantojnë fjalën e tyre përfundimtare para trupit gjykues. Vendimi pritet të ndikojë jo vetëm me fatin e ish-krerëve të UÇK-s, por edhe në perceptimin e drejtësisë për krime lufte në rajon. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 14 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe reshje shiu në një pjesë të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga reshje shiu në zonat veriore dhe jugore, ndërsa pjesa qendrore do të ketë më shumë vranësira. Pasditja vijon me reshje lokale dhe intervale me vranësira të shpeshta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten intervale të kufizuara me diell për shkak të mbizotërimit të vranësirave. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor dhe jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 14 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 7 deri në 14 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi 4 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 16 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 17 gradë Celsius. Berat 8 deri në 16 gradë Celsius. Korçë 2 deri në 11 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 14 gradë Celsius. Sarand 8 deri në 17 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 14 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me reshje të përhapura shiu. Paraditja do të jetë me reshje shiu në shumicën e qyteteve, ndërsa pasditja vijon me reshje më intensive në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 14 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:27 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:12 minuta.
Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 2 deri në 11 gradë Celsius. Podujev, 0 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 11 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 10 gradë Celsius. Prishtinë, 2 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 11 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 11 gradë Celsius. Gjilan, 1 deri në 10 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 9 gradë Celsius. Suhare, 3 deri në 11 gradë Celsius. Prizren, 2 deri në 9 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita, bashkë mirë takofshim në edicionin e ardhshëm.